Teatri Petro Marko i Vlorës ka planifikuar një sër eventesh dhe aktivitetesh gjatë muajve të fundit të këtij viti në nëntor dhe dhjetor. Kreu i këtij institucioni të rëndësishëm kulturor Artur Dhamo thotë se këto aktivitete do të plotësojnë fundjavat vlonjate dhe do të kenë një gamë të gjerë. Përveç teatrit, sipas Dhamos, varieteja do të rivitalizohet duke përfshirë këtu edhe zharne të reja, duke kthyer Vlorën në një qendër të netëve të bukura dhe mbrëmjeve vlonjate. Sinqert, domethënë një pjesë e aktiviteteve ishin të projektuara ndoshta dhe më përpara dhe ndoshta ishte, si thua, momenti i ardhjes time dhe plotsoj. Por një pjesë vërtet janë konfiguruar vet. Ka qenë, si thua, dëshira ime dhe predispozita për ta plotësuar vërtet fundjavat vlonjate dhe, si thua, gamën e aktiviteteve që duhet të ofrojë Teatri Petro Marko. Është në projekcionin tim që Teatri Petro Marko përveç misionit të vet që ka me dy trupat e saj, teatrin dhe trupin e varietes, të cilën sinqerisht e kemi objeksion për ta rivitalizuar, si thua, të përfshijë aktivitete të zhanreve të tjera. Pra të bëhet një qendër e domosdoshme, një qendër e rëndësishme e netëve të bukura, e fundjavave të bukura vlonjate. Drejtori i Teatrit Petro Marko Artur Dhamo flet edhe për projektet që do të jenë shumë shpejt dhe Teatri Petro Marko, sipas tij, do të vi me trupën teatrore dhe me një premier të re, e cila është duke u parë aktualisht nga Këshilli Artistik. Po ashtu është parashikuar edhe një projekt shumë i rëndësishëm me 2 parodistët e Vlorës për një varieté që do të zhvillohet shumë shpejt brenda muajit dhjetor. Sipas Dhamos, qëllimi është rivitalizimi dhe tingëllimi live edhe në varieté, për ta bërë atë më të prekshëm dhe më të bukur dhe më me emocion për publikun. Trupa e teatrit jemi duke e finalizuar idenë që shumë shpejt të kemi mundësinë të ringrem një nga pjesët tona, por të dalim dhe me një premier të re. Jemi duke e parë me Këshillin Artistik, ndërsa si objeksion më i sigurt është, si thua, një diskutim që është bërë me 2 parodistët, Afrimin dhe Agronin, për të patur një varieté shumë shpejt brenda dhjetorit të trupës së varietes. Dhe ju e thatë edhe në prezantimin e parë, varieteja do të ketë edhe mbështetjen tuaj. Pa diskutim. Është, si thua, një merak dhe një pengimi që trupa e varietes, domethënë, të rivitalizohet. Jo vetëm në aspektin e trupës së aktorëve, por gradualisht ne të fusim edhe tingëllimin live, duke futur dhe orkestrantët në skenë për ta bërë më të prekshme, më të ndjeshme dhe më të bukur. Kështu Teatri Petro Marko do të glojë nga emocionet, por edhe nga aktivitetet e shumta e të larmishme, të cilat do të përmbledhin të gjitha zharnet.